pasoni sa dush, zbon më kojt, nuk bën më kojt, alhamdulillah. Çfarë pasoni e kije na dhe duket pak. Atë kshy hanaz më shumë më mora, vjen. Apo para s'kena pas kur gjë po na knaç. Shkon te shefi, ki qef shefi me ditë, çka punon, sa punën e ka marr, sa pa fiton, çish po bë, punëtorit interesant. S'bën bre pasonia nuk bën të lumtën, pasonia vesh ta shkatra dietën. Po vllai ka sprovu një ashtu, ka lot pasën edhe të vaflin. E ka lot pasën me ne të sprovu, apo gati të vaflit ajo. Edhe ka bë të vaflin, apo mund me kon i durushëm ajo. Baba jam, ako haxhi edhe kur ka dek, ako pensioner si Gjermanisë, e I kesh lënë 25.000 euro testament. Vllavi I vogël me kalcani. Tash unë desha me kry haxhin me gru bashk, se e du gru shumë, e respektoj shumë, se mi ka respektu prind shumë, mi ka respektu gruja. Edhe desha me qulla grun ha, se vetë kisha mundësi, po me gru s'kisha mundësi. Tash shejtani po më thet, ja se e ki shpit pali, ja se e ki një ket keq. Unë posim me zëdez, që e pasar si të nëhershët me zëtin I grasha. Shejtani më dheke, e ke je e rije, shkën ma vandi ku, lyë shpine, ble e kere. A, thash marrë shejtan, ty me ngo. Ja kom qurë një vllanë klint, a qëre porë se mu shejtan s'më në rahat, qëre porë këtë vjeku a hoxhit, shkën basi Islam në klinës, e pagun, edhe në 2016, edhe më shku me gjithë kërun haqë, edhe kom kuj hoxhit. Miqtë e mi dashur, përshëndetje prej mje Lauretës. Sot kemi arë në një prej fshatrave më të mëdha të komunës së Klinës, në fshatin Glarev. Kemi arë me taku Zejnulla Pantinën, ai ka me na fol pak më shumë për jetën në këtë fshat dhe të shohim çka ka me na tregu baca Zejnulla. Hajde ne shkojmë të takojmë. Baca Zejnulla, përshëndetje. Përshëndetje. Si po kalon? Faleminderit mirë. Si një e mirë. Faleminderit Si po mos kalon? që na hapë dyert e Ja, shtëpisë. më stani respekt për ju që keni dalë me na vizitu. E keni hub do kohë. Faleminderit. Allah I shpërbleft. Amen, inshallah gjithë. Çish po kalon baca Zejnulla? Wallahi mirë, alhamdulillah mirë. Katuni Glarevës është një katon goxha I mirë, goxha I bukur, I ka sfidat e veta, I ka rreth 700-800 shtëpi. Po Margota I ka qitë jashtë shumë. Edhe shumica kanë kry fakultete, kanë dalë nëpër Prishtinë, nëpër Peje, nëpër më shkurt është ju braktis shumë. Shkolla e Glarevës I ka pas 960 nxënës, tash I ka 490 diçka. Që kjo është brenga më e madhe jonë. Kështu përgjithësi është mirë. Shumë I madh. Shumë I madh. Prej mas lufte shumë. Megjithëse këtu është një vend I rrafshinj e mirë. Edhe është si mesi I thuja I Kosovës. Për shembull 46 km kem Prishtinën, 40 km kem Pejen, 51 kem 41 kem Gjakovën, 55 kem Prizrenin, 55 kem Mitrovicën. Është si mes. Është vllai shumë mirë. Edhe zakonisht si fshatar mirë me gurë. Me prodhimin e gurit, po në jetë edhe rasa. Gura dhe rasa është që e kanë ngrit këtë katon. Edhe po I shohim edhe këtë pjesë të gurit, domethënë. Po, këtë pjesë të gurit janë këtu këtu zgjidhja kanë pa luftë, pastaj shkite kanë nxu krejt. Tani ne kena pa luftë agu këtu, kena bë dovar, po, këtë gur që kena nxjerr na vet para luftës. Domethënë kena punu, kena nxjerr gur, para luftës kena punu shumë, kena shit gur na kanë mojt. Gur na kanë mojt. Edhe ka shumë vizitorë edhe prej shteteve tjera, prej Shqipërisë, sidomos jam njohuri, domethënë që ka shumë vizitorë që vinë. Glarev kryesisht domethënë për gure, I përdorin. Vinë, që tashte kanë që quajnë nëpër Itali, nëpër Malzi, domethënë kanë nisur edhe nëpër Evropë me çu gurin dhe rasën që është shumë I bukur, se është natyral edhe ka shumë ngjyra. Edhe është I fortë shumë është. Domethënë bën stilin, bën stilin falë ambasadën e Amerikës, unë kam punuar në ambasadën e Amerikës me gur, pe Glarevës I kanë marrë. Pe Glarevës edhe Sverkës, domethënë kanë marrë gur të dyja, I kanë bashkëpunuar edhe kanë punu ambasadën e Amerikës Prishtinë, që është rreth. Domethënë na kena punu. Na folëm shumë për Glarevën, pak e prekëm pjesën që është një fshat shumë I madh. Është e ka një pozitë shumë të mirë për shkak se është pikërisht në mes kështu të Kosovës me thonë. Po sa edhe më shme është baca Zejnulla, kur e shen është ato braktisme të madhe në një fshat si ky. Kjo është një dhimbje e madhe, sidomos për rini. Kanë mbet shumë shtëpia thotë, bosh. Kanë mbet shumë pleq. Domethënë që kanë shkuar fëmija I kanë dalë jashtë, kanë me veç burrë e gru. E mërzitën shumë, është vallai është shumë keq është. Edhe më brengohet shumë për këtë punë. Këtu krejt problemi është të shtetit, të qeverit, që nuk pa ndikojnë kur gjë për mirësimin e trive. Duhet me pas
Do të po shteti më marrë me këtë punë, dhe mi stimulu rinjen, mi gjetë punën, mi dhon shkollën, mi dhon përparësi rinjë që më smilon rinjë me shku me dalë jashtë, atë. Me hop vendet reja të punës. Po, edhe mi stimulu, në çdo aspekt mi kryu kushte në bazë profesionit që e ka. Atë, shkon hin punë që se ka profesionin hiç, ai me profesion rën. Se këtë këtë është për shkak të interesave personale, e për çata. Dhe faktikisht nuk është që po punojnë shumë këtë drejtim, neve na ka ra me vizitu shumë katunde, domethënë të Kosovës. Edhe munde me thonë, mi 80% janë braktisë të na. Nuk e sheh asnjë njeri, domethënë as të punu diçka, as Edhe me kam me punu janë të stafshëm dyqysh. Janë të stafshëm dyqysh, nuk kanë perspektive, nuk e di pse. Nuk kanë as energji të mirë, as perspektive, as dyqysh. Del që atë ftet thotë që më sukon me kohë smutë, dhe i përshëndet, nuk nin hiç që ke përshëndet, atë son fole, jam fole, janë dyqysh interesante, dhe është problematik shumë. E pse po mendon bacazën vëlla që ka ardhur kjo ditë në shtat? Se e di që më herët janë kokut shumë ndryshe, më herët kemi qenë ma të afru me njëri tjetri. Qore, unë mendoj, se mas mendimit tem, përpara, jena kam të kupun. E kur kena qenë të kupun, dashnia ka ma e madhe. Pasuni s'ka pas, po dashni ka pas shumë. O të bëshë në përroda, lushëm, ako një faknasie shpirtnure që besë u knashke një, edhe pse ke posë okupatuar, ne ke di që nesër mas një vjen shkave të rejne, të martetane, të burgues e kejt, po dyqysh një dashnia kam shumë më madhe. Tashti, ta në të mirat e Zotit i kem. Është gjëna mua në ku, po dashni s'ka. S'ka dashni mas pari familjare, pastaj dashni shoqënore, dashni... Kur far dashni e s'ka ma heq, që dyqysh ftafshëm. Aden, njerëz janë peshmëm se janë gjallë, nuk e di arsyen. Pse, aden, pse kështu, vallaj se di qisha aden se i ka kop dynjoja shumë. Jenë ma shumë as dynjoja, se s'pidu, tash, sa farë pasunije ki jena dhe i duket pak. Atë këshu henez ma shumë me mora, aden, a përpora s'kena pas kur gjë, po i na knaq. I na knaq, lujshëm kapuqe, se të li fa loje lujshëm përpora, sanën e përroda, pishëm qaj, lujshëm sha. Tash ka hu krejt ka hu. Se dikum ka një musafir për shumë, ose jem shku dikon. Tafshëm, shumë tafshëm. E vërtet edhe shumë e dhëmshme që ka orë në shtaj këtë di. Shënatiks. Plus që një më njënë tjetër për gjë heqa. Zënë asë që më ndija, zënë... Si, që po më që ditë. Gjithmonë, asë njëherë dhe më thonë nuk nalemi me qenë mirë njës për që ato që a i kemë, po gjithë synojnë ma shumë. Po për që ata që synojnë, gjithë sen që e shë që ato që se ki ti, gjithmonë kemi dëshpru. E vërtet. Gjithmonë duhet me këshyër që ato që i ki mongi. Për shembull, shkon në spital kështu. Gjeneratat e mia, për shembull, që është me 5 vjet në kolicë. Ti elhamdulillah tanat mia ti kanë Zoti i Madh, shnosh po, fëmijë po, grup po, tanat mia, pse mos më kënaq shpirtërisht. Vallahi nuk i më kënaq përderisa s'pajtohesh me realitetin. Duhet më pajtu me realitetin, pastaj më kënaq. Përndryshe, s'u pajtohem me realitetin, duhet më pajtu me smuje, se s'ka pas provë këtë dinjë. S'ka pas provë. Hajt gjoma ti një njeri në dynjë që ka mujt me gjetë zgjidhje që ka mujt me gjetë zgjidhje me sprovë. Për shembull, me mërzi. A ka një që ka gjetë zgjidhje me mërzi? Jo. Me prekopim jo. Veç ai që dënë më kënaqë në këtë dynjë, më pajtu me realitetin. Apo dan, s'ka punë, elhamdulillah. Ka punë, elhamdulillah. Apo dan, vetëm pajtimi i gjendjes aktuale, që ajo shpirtërisht kënaqet njëri. Përndryshe problem është moratu. E the shumë mirë, edhe ma përmende shumë mirë që me qenë mirë njësë edhe më përndjer mirë që bashkë me ty po japi mesazhe kaq të mira, do më thonë edhe për audiencën tonë. Po është një thonje, ti mund është mi pas 1000 probleme, ama në momentin që ki probleme me shëndetin, nuk i ki 1000, po e ki vesh një problem. Kështu që ka njëherë është mirë munal, edhe me po që nëse kem shëndetin, nëse kem familjen mirë, i kem gjithë. Edhe është shumë e rëndësishme, do më thonë, me qenë mirë njësë me që ato që e Zgjogi, kur zgjohet zogu, vran që pula kur zgjohet, zgjohet unt, apo çdo pulë të që janë, çdo sen kur zgjohet për mëngjes, kjo është unt. Po në përfundon në mbrëmje e njët. Kupton? Por ata kënaqësia e njëjtë është muçu në mëngjes pas muje pa probleme. Gjatë ditës mbas sfida, ç'është vina ose për shembull probleme gjatë ditore, që aty mu përballu edhe mu pajtu me realitetin. Që ajo kënaqësi në fund tani, mbrëmje është kënaqësi shpirtërore. Mu pajtu. Se çu do më kënaqësh ndryshe. Po me të kap
mërzia pse e filoni kështu, pse filoni ka bëu kështu, ai tjetri ka bëu kështu. Po Allah I ka sprovu njerëz që kështu, ka lot pasën edhe të vaflin. E ka lot pasën me të sprovu, aty rrit gati të vaflit ajo. Edhe ka bë të vaflin, apo mund me qenë I durueshëm ajo. Dorim do të pas. Vetëm dorimi ta knoq shpirtin. Dorimi, sabri. Dhe edhe sabri dhe dorimi është në start. Në momentin si durej në start parë, tani gjithçka është e lehtë. Tani gjithçka është lehtë. A ke po në fillim? Mi pas të thonë bëllin një hoxhës, o hoxhë atë ka bo djallin ndeshje. Edhe qaq hoxha u bo shumë nervoz që gati eskalej. Tani, tash gjermoti pëllin hoxhës, o hoxhë, po ti pse ti po na fol për sabrin, e pse vetë s'ma ki sabër. E tha, më pas do për me çaja punë, tha Allah një herë më ke shoh sabrin, e tani më ke sprovu. Aja s'm ka ndodhur mu, Allah s'm ka shoh sabër, ju keni vënë nervoz. A kupton? Çdo sen, çdo që ndodh sabri start par, si çetsuar start par mund rregullie. Rregullie. U bajtu, mu knoç. Si bon bret pasonia nuk të bën të lumtën, pasonia vesh ta shkatërr dietën. Qofse s'din me trajtu, qofse s'din me majt, qofse din me majt, edhe me trajtu pasonisë, ta ka Allahu xhel me dhon, sadaka, se ta hoja kur nuk vafnan, me dhon. Adem, sa më shumë më I vafën. Sa më shumë je më I vafën. Interesant. Sa më pak je më I dhon. Unë më ditë me këtë popull. Sa më shumë të kish, je më I vafën. Si jap, sa më pak kish je më modest. A u den? Modestia. Mendoj baca Zeinullah që se unë mendoj që parja është sprov. Edhe a mendon ti që jemi popull që japim? Unë besoj jena ko ma shumë që kena dhonë. Nuk o që s'dojna, dhojna hale, qërë, bërë jena ko një popull, shumë jena ko një popull dërdhanës, edhe jena ko mekpric. Si popull jena njohë në për mekprica. Ahtan, po më duke se si në herë të shku ma për para, të dojtë gjeneratëria, të joftof. Pse? Unë mendoj se në internetin e ka shkatru shumë. Jetë artificiale në ka shkatru shumë. Artificial, gjithçka artificiale. Nuk ka mo shpirtnisht me dalë, që ku për para. Përsa ta është pëtuna që gradualisht jem të shku të ju modernizu edhe të mos e respektu njën e tjetën, të mos me ndihmu njën e tjetën, të mos interesu njën për njën e tjetën. Për para, të çfarë ndihmi kanë bërë njën e tjetën. Kur s'ka vujta, s'ka hjeka, si që ja tash. Shërë, për para, unë e mojnë men, se kam do vjetë, 2 kjerën konkret ka tunit tonë. Asë një gru s'ka linë shpi. Veç e theshën gjysë notës dhe s'ke kjerën e qeken pej. Tashti, 3 kjerën shpi, 4 kjerën, se cili djarë ka liker, edhe s'derë këgos shka kërkojnë, asë athiras, Allah s'pa kun ko. Ja, Allah, jam zonë, sane, rënë që qëtë është të sajnë që po mdoget që modernizimi I madhë, na ka largu pak prej dashnisë shoqërore, dashnisë. Edhe nëse vinë me nejt, prap na për telefona, se për na. Vesh se të vjen, vesh ta ma çuçi ki pasvortin edhe për para s'kena po ja knot, vallahi, unë gjithmonë për më knosh, kur knosh shpirtnisht për kujtoj të kaluamën. Po. Edhe pse kena vujt pi shtetit, ama doknas janë kom shumë mira. Unë personalisht jam gjenerate pas luftës edhe e kena mri edhe pjesën e internetit, po edhe nështë atë jetën pa telefona, kështu që e di sa shumë jena knoq pa telefona. Tash gjithë shka po ecë për para krejt në rregull, po nështë po harrojna edhe me dal, me lu. Sot nuk shas fëmijë të lu na për oborë, na për rrugë ose diçka. Se cili do më thonë është na për shtëpia vetë, na për telefon. Për shembull, unë mendoj që për para familje të shtëpisë janë marrë më shumë me familje. Për shembull, na kanë mësuar ç'është më eduku, kujdes jashtë ç'është më fal, kushtis, minimum kushtis, minimum I plakut. Tashti modernizimi që unë ka vjen më të madhe, nuk mirë kërkush me familje më. Pse nuk mirë? Burrin punë, gruaja në punë, fëmia në qerrë. Se të kryen për sjellje në shkollë. Pak mirët me edukatën. Ka thonë një për djetarët maj. 20 vjetë ka thonë, kom luftu për edukatë. Ka thonë për 3 vjetë kom marrë dijen. 20 vjetë edukatë për 3 vjetë dijen. Shkolla më sara.
edhe fakultetit të jepë në sanate, nuk të jepë edukatën. Sa profesor që isha nëpër debate, doktor në profesion, po sa i pakulturuar është në gjumë. Nuk ka lull të edukatës në gjumë. Vish pak ngoce, vish pak bënë nervoz, ai eskalon. Atë del pi kontakti, pse? S'ka edukat. E dije, thot, vish unë ka thonë baballok jam, vallahi më shërot, i fare suhlimoni, kom pas shumë jaran. Nga ma ka lënë një fjallë që kur se haraj. Edhe ti për se haraj kur. Një person për me pas autoritet edhe perspektivë edhe me pas sukses në jetën e vetë du një pas 3 gjama. Nësë haraj, 3 gjama du një pas. Që të të mëtani mi marë tonë, rinia. E para thët me kojnë meqë. Menqëri më dhosë. E dyta trim. Trinia pa menqëri të shkatërën. Edhe menqëria pa trimi është i butës. Edhe mësë me kohajnë. Mësë harë i meqëm, trim edhe mësë me kohajnë. Ko qytetëria bashkuen të një person që e kanë pas sukses. Se asë njëna pa njëna nuk bënë. Që si i meqëm i hajnë. E shkatërën shtetin më. A di që maron është me vjedh shtetin se me vjedh mu. Pse? A di pse? A di pse maron është me vjedh shtetin se mu? A di kusht aty bë shteti ka bëllë. Se me vjedh shtetin, duhet me alip halalin 2 milion njerëzve. Për me vjedh mu vjetone, o zënë Allah, ma bëh Allah, përse ta kom vjedh shtetin. Unë ta bëj Allah se për një person jam. A mora, zëk me vjedh shtetin. Se duhet me alip halalin tonë. E kom i gjithë tonë, ta një alip halalin. Përgjësia malë të halalë, zë zërë, ta një është përgjësia malë. Allah e malë është, ta i mbashtërën. Më po bje shumë mirë që po bisedoj me një njeri t'ilë që nështë po jep shumë mesazhe shumë të mira për gjithë ata që po na ndjekin. Seriozisht faleminderit shumë. Fjallën për nëzëjra, po që është për që ata dhe na i realizojmë dhe më intervista spontane, na veç ardhëm Glarev, hasëm ty edhe faleminderit që na hape dyrë të shtëpisë, po edhe të njëjtën kohë faleminderit për këto mesazhe që jetu i bërë. Allah është për Se janë gjona që duhet me u dëgju edhe për i gjithë atyre që a shikojnë këtë video. Edhe nashta se tash i gjithë shka po servuhet na për rrjetet sociale, nashta edhe vetë po e sheh. Po qa po të pengon mas shumë të ty nderum të këtë pjesë? Mu mas shumë ti më pengon që ka evolu interneti shumë më të madhe. Ka evolu interneti. Më pengon shumë pampunësia madhe, më pengon shumë mosditoria madhe, s'ka ditori hiç. Kënë fakultet, Allah s'di, nuk ka kur farë shprejeve, nuk shprejet, kënë fakultetin shprejet mija edukate nuk ka. Unë në shkollë të mesme jam, unë shkom të rezidentin, po dyqysh, aj me fakultet edhe dyqysh si ku me ka analfabet. Aten, me shkruz dhe mija, e kënë fakultetin, dhe të kënë kënë fakultet, që që e për që të mu më mërgosin shumë qëtë. Pastaj mërgos shumë për shumë që nuk parrej njënë me tjetërin. S'ka dashni, ftashëm, jetë e ftashëm. Që ka tonë ka që mirë, Qfar natyre, qfar o qfar bornia ka posë e para këtë, bili kafja Glarev sa njoftë. Në të treva, po në të nërëtnja një që ka Glarev s'ma. Pastaj ka pas njerës meqëm, kje Glarev ka pas njerës meqëm shumë, që ka nda pleshni. Pa dhe më thonë që tashti është inshallah Zoti malë na uzën, e na shtan dashninë me vete, na bashkan se ne jem të ju largu, ma shumë. Se ne, veç për shkak që ka evolu interneti edhe senet sociale, ma shkojt edhe që të jenë të na shkatru. Veç një kam që duhet nas ma shumë të më marrë me familje, se cilë më marrë me familje dhe vetë. Mi sa është i vogël, dhe këtë jena në 16 vjetë, me ditë fëmija që ka me bo. Me ditë fëmija që ka me bo. Mi edhon, sikur na ushtar një Jugoslaviku na hanë. Rani kena pas, pas qara pa i bo. Që është edhe fëmijës, sikur në shtrit do të mi hanë, te ki në me gjesë qëton, mu qëru, mi lavë, mu pastru, me ka qëton, në shkollë, këtë vishë për shkollë, ki 2 saat më marrë me qëtonë, që nuk do të thotë gjithmonë më mësut, arse nuk ka ashtë truni sa banë. Një gjësura, një uar ki loj, një ca ki qëton, që për në vishe, që smira që shtu e mjela fëmijës, që si edukate, na kemo shkatru si general.
Kena më shkatru. Baca Zejnullah, na cekëm pak edhe pjesën e mërgjimit, që në shta rinia sot po e synojnë shumë mërgjimin. Edhe është një arsye shumë e madhe edhe pse fshatrat e qytetit edhe Kosova po braktiset kështu. Pse po mendon që po e synojnë kaq shumë mërgjimin, domethënë rinia sot? Qëra, pse unë kam mendimi jam është personal që atje kanë gjetë një farë jete që nuk përzihet njënit e tjetër. Këtu të na, poshtësia ma që kanë qef njerës me ditë qka është ka moshtë. Ti që i njësa përveshtimi më këtu, ka kije, qka bone, me kënë shkuve, me kënë kije, me që se sanësh, na i na lodhë. E shqiptarët e ka që thonë. Shkën të shefi, ki qef shefi me ditë qka punën, sa punën e ka morë, sa pa fitan, qysh pa bë, punëtuarit i interesën. Atje nuk ka kështu. Atje nuk ka kështu. Për që ta ka thonë, mëlla Jakub Hasibi, Allah i mëshiroft, ka thonë, kur kom shku në Perëndim, kom gjetë punë të islamit, po jo islam, njerëzit. Kur i mborë në Kosovë, këtë në Maqedoninë, në treve qytetare, ka këtu, kom gjetë njerëz muslimanë që janë islam, po veprat e islamit s'kom gjetë. Apo këtan, që kjo është jo vërtet, por s'ka në muhan këta, se atje shkën të për shembull ki kontroll të mjekit, e me një liber lexan, nuk intereson o te djarani. As çfarë qetësie shpirtërore. E që tjetë tani kur shkojnë, këta për herë të parë, e shohin që gjendje, a vëdhe që edhe pajtu, edhe pse sfitimi nuk është i madh. Po rahatia shpirtërore po mendoj që është më mirë atje. A kupton? Se gjithçka shkon me rregulla, me gjëra. Po lut na kupton. Derisa çaja dukat atje. Se jo që ata njerëzit mirë. Po ata shtetja ka bërë dukat. Ose ju që rrugat janë marrament se për shkak absolutisht, absolutisht rrugat janë më të mira. Se të ski qira, si kur gjote rrugën. Po që kja njëri, se qëre, sot njerëz janë lodhë më si sanësh. Po dojnë me qetësu trupin, e trunin edhe, dojnë me qetësu shpirtin edhe. Pse ti më morë me mua në me tyve, për shfar arsyeve? Nuk kem, për shfar arsye më morë njëni me tjetën. Nuk kem arsyena. Problemi, për që të më thomë që e kanë gjetë, që ta është mi haute që ta është, unë jemi bindëm që 60% në popullatës që janë mërgjem. Mi thonë se hajden se i keni 2 mirë edhe këtë ju. Se gjendjen shpirtërore nuk më je gjojnë këtu, sukur atje. A pëtën, se atje shkën punë, këthejet banes, pastruhet, i qitë. Këtu, thjen telefon, ja qështu, ja që atje, ja filon, ja sene, janë lodhë njerëz, mos e dërë gjëra dhe janë lodhë më këtë sene. A dhe lodhë se këtës nuk është interesant më me sene të kotave, po do të më me realitetin e jetës, jo me sene të kota, me realitetin e jetës do të më, me jesër para, merë me familjen tonë, mos e merë me mu, merë me familjen tonë, edukohet vetë me familjen tonë, pastaj e sheti tani çfarë perspektive ka familja jote, edhe në rrethë, sana kur të mirë shtim me familjen tonë. Edhe po na kem çfarë më marr me kushi, kem çfarë më marr me tjetë, e me familjen tonë s'kem çfarë më marr. Çto problemi tani pa lindin probleme të mëdha. Se s'mirë është në familjen tonë. Se s'guxon më marr, se pe qëllimi sa ke nis, do gradualisht, ja ke pa fëmia. 9 muaj në bark. Me ditë se cili brevandin e vetë dhe... 9 muaj bark, fëmia ka jetën e vetë. Mi thonë që ati fëmis në bark, ki me do një botë tjetër, kish besu. S'besonaj, në momentin kur del këtë dion, këtë të tërsan. Këtë të tërsan. Qështu është shkoll jeta. A këtan, pas ta jeta, vare, pas ta rinjallë, këtë që të janë që kanë mu kalu faza. Edhe këtu, fëmija lind, më morë me fëmi, me trajtojt mi që shduhet, jo me tranu. Jo me tranu, po ju edhe një dhe presion. Duhet me ditë, qëre, për shembull, i zati shtëpisë të një herë shrakon, pse i kanë i zati shtëpisë? Se qëre, për shembull ti, për shembull vetë 3 motër, për shembull bëva. Edhe ki 3 vëllezër, asnjë as një njëjtë. I zati shtëpisë duhet me ditë mi trajtu qikat e veta që janë edhe djemtë e vet. Jo tonë mi trajtu njëjtë. Aha, nuk bën mi trajtu njëjtë, se njëuna ma demelis, njëuna ma mesme, njëuna, njëuna ma pak si ka një hëri. Tash ti duhet me ditë si zoti shpirë me trajtu. Aton që është e mesme, kja që ma demelis edhe kja që nuk ka një hëri të mëdha. Duhet me ditë me trajtu. Jo këtë njëjtë, që ke mençuri. Mençuri është, duhet me ditë kur me folë, çish me folë, në kohën e duhur, në vendin e duhur të personi duhur. Që ke mençuri. Veç fat ashtu, veç kat. Ja, nuk janë ashtu sa ka dallim në këtë. Me ditë kur me folë, çish me folë, te kush me folë. Te plesh ndryshe, te rinia ndryshe. Te shoshnia tjetër ndryshe, te profesorat ndryshe. Në punë ku çkesh, duhet me vet kush a dik. A dik plak i ri, kush a dik që me ditë me fol në punë. Jo, me t'ia fut kat. Ata me dal tani
keq. Baca Zinullah, tash po kthehemi pak tek Atuni. Ti këto merresh domethënë me punë kryesisht të shotit, për shumë që e ki serën këtu, po besoj që gjatë kohës të verës domethënë pram verës mbjell gjona. Ç'a mbjell kryesisht? Këtu serën e kam marrë prej komunës Linës. Po? Komuna Linës më ka dhënë serën. Edhe mjellëm tani sanet i mjellëm. Këtë ka pak. Domethënë mjellëm spesa, patligjona, lokna, kastraveca, e kom shni 2 rrusha mrena, shumë mirë kanë bo interesant. Adin se e kom po në Sotarek njërën që më ka thonë, e kom pravu, shumë mirë kanë bo. Adin e që e rrushin hekra për pjetë, këtë jetë i moj krejt, lokna, salata, 4-5 lej salata, po këtë ma shumë të i regoti gruja. Gruja shumë marakli. Nusja? Po nusja ja, ma shumë marakli. Unë ja thej, e shej ka pak vështot, e shka të më thej, unë ka pak që aja ma shumë. Aja është shumë punëtore madhe, edhe shumë punën fort, aja i regoti shumë. Edhe pastaj këtu i kam do gusa, jo marak shumë gusa, i kam një dhatë sopa që atje, 3 kom prej dhe 7 i kom, e do me vazhdu me shtu po gusa, vish gusa, se qurat, kom pas dhe qurat po mas gjanë një rrit, kom shota, i kam do shotat bukra që të, do shotat mira, edhe pula, i kam disa lloj pula që të, që këtë rrudhë që këne është i vlavë, po kjo është teknik i në klinë edhe jetën atje, që e ka lanë se të. Shpim po, edhe pa tjetër, mu po më pëlqen që përmeshe me krejt ka pak. Po, unë po tash unë pensionist që të qenë me punu të sens punoj që të mira që të me vë ka pak shese që të mirë, alhamdulillah nuk o kes. A po më nështë një adola, a ki fmi Po, ja, djallin e madh e kam të kryj doktoraturën në Arabi Saudite për Hoxh, e kryj dyti është në IT, në vit të ret, është në Prishtinë edhe punën online shpe. Shumë mirë, edhe që po ja doli në shtatë. Ja, po, alhamdulillah, ja, mirë. Nuk ka për mua në ku. Mas shumë ti më pëlqej mënyra që shi pas ke selektu në shtatë dhe gjonat, po edhe që nusja jute për kujdes ka Valla, po nusja kujdes, dhe unë rëba qepse, po nën ka pak edhe me rëba qepse, që bëni kërkova atje një farë tavë dhe fuqin që atje. Po nën ka pak rëba qepse, që shtë ma shku nasi ka tonar mirë më shqesane, e mira, nuk o kes mua në ku nuk bën, alhamdulillah, tanat mirë ti ka që zotin ma, dashni, sa dush, pasoni sa dush, zbon më kojt, nuk bën më kojt, alhamdulillah. Veç që salla na qa zoti ma shumë, dashni, veç dashni edhe dorim, që kja salla. Për shkak se unë e vrej shumë energjinë, edhe ma dhe një energji shumë të mirë, edhe po vreshi shumë i qetë, edhe shumë i pasur shpirtnisht. Edhe shumë i njës për gjitha gjona që i ki. Dishta me të pytë edhe për këtë pjesën e serës, a i shetë kështu për... Ja, këto gruja kush djenë, se kemi si shumë e sanë, kush djenë ja. Ja, ju falë, sa të mundët jep, ju falë, ja mush, kujpekat e sanë, se ja, kështë për serës nuk shesën kur gjë, veç shka të përdojna gëgja mirë, se gëgja moha, një orë është, edhe uj kemë bëllë, edhe se ka tonë i vunë për uj, po na kemë, që bënohën që të është pas të 5 metra, kështu që mirë, edhe nuk o keq, a me shqit nuk shesën, veç ju e gruja ju falë. Edhe për që ata nështë asmet një kur keq, për shkak se ma dhe një mesazh shumë të mirë të lëmë, se ka ma shumë që t'jep, tash ma shumë ka me t'jep. Shka tjetër, sadakoja, ka për nga mërë sëllam, sadakoja kur nuk vafnen. Nuk vafnen sadakoja. Sadakoja nuk vafnen. Por shejtoni qash din me t'ftuf, thu që, kush ka bërë, a pëse blenë të shka për shumë 100.000 euro, 200.000 euro, atje që se atje në kohë, se atje s'ki me dhonë, avëdin, e nuk ka shpërblim. Këty ku ke me dhonë, ki shpërblim ma, zotit, tani shejtoni tëtë, ja, t'ftuf, atë shofar t'ftuf, se ti gjonë 100 arsye, është një interesant dhe një karakteristikë me t'kallëzu, që një hoqë rastin teme ka përmen hytëve. Edhe që tonë, nështë asë është gatë me kallëzu. Jo, lyrisht të regoj se na kem ku. Boba jam, ako haqji edhe kur ka dek, ako pensiones i Gjermanis, e i keshlau 25.000 euro testament. Vlavi vogël me kallëzani. Edhe kur në kallëzani neve vlavi vogël, edhe kishlau testament 25.000 euro edhe për kallëzani vlavi vogël, tash unë desha me kry haqjen me gru bashk, se e du gru shumë, e respektoj shumë, se mi ka respektu prind shumë, mi ka respektu gruja. Edhe desha me quha grunë se vetë kisha mundësi, po me gru s'kisha mundësi. Edhe tash shejtoni po më thëtë, ja se, kja ka ndodhë në 2016, ja se e ki shpik pa ly, ja se e ki një kert keq. Më posi me zëtës 250 të në hershët me zëtin një grasha. Edhe, mos e je rije, shejtoni më heke, dhe ke je rije,
Shkon ma vend diku. Lyje shpinë, bleje, kere. A, thash marrë shejtan, ty me ndoha. Ja kom qurë një vllav në klejt, ka qërë porë se mu shejtan s'më vle rahat, qërë porë kë vjeku a hoxhit, shkon basi Islamat linjës, e pagun, edhe në 2016 jem shku, edhe kom pagu, edhe jem shku me gjithë grunaq. Edhe kom kuj hoxhit. Që kjo është shumë interesant, dhe na kom shumë një ngjarje interesante që hoxha e ka kallëzuar hyjtë që ngjarje. Edhe se është për Hajde vazhdojmë lëvizjen pak. është një sen një mirë për me përfitu tjeta, kupton që mes milion shitoni lot. Për shembull, do më javë që ne dikuj. Besa, që i le 3-4 euro për edhe, kimi orën 50, e kimi orën 20, e vaki hiç. Se shitoni din që shtë me të bon, se e di që fiton të se vape shumë. Aty ku s'fiton se vape sprejka hiç. Ja, sprejka të s'ka se vape për shembull. Po aty ku kimi marr se vape, çaty nuk lën shitoni. Hiç nuk lën se lën. Çaty. E çto është ajo problematika. Më pëlqen shumë për gjitha këto mesazhe që i ke nga, domethënë me gjithë neve. Po çka më pëlqen është ama shumë ti ke edhe që pjesa që Kosova një që vend musliman dhe islam patjetër, po veprat e islamit mjaftueshme. Po ç'kja. E thash shumë mirë edhe këtë pjesën që merremi me fjalë tallkut, merremi me punë tuja, merremi me gjëra që realisht nuk duhet me na interesu. Po pse po mendon që jena populli i tillë? Unë nuk po flas për gjë, se ka edhe njerëz. Kjo shumë thjesht padituria. Shumë thjesht padituria dhe praktika në ditori. Këtu sa në dallojnë, a kupton? Praktika në ditori edhe padituria në praktik, këtu janë për dy sane që dallojnë njëra me tjetrën shumë. A kupton? Që to është esenca. Pse ka thonë përpara një gjys doktorit shkatron. Do shkatron organizmin, se s'din. Pse na i zgjidhëm doktorat? E se s'pi zgjidhëm xhallar? A doktorat i zgjidhëm? Thot një hoxh, Allah i dhash digje e shëndetari, se unë gjallë, thot na thot me praktiku fejen, hish ma shumë se receptën e mjekut këta jetë. Thot ky popull kishë më ndryshu më të madhe. A ka në në dy njët që një vend musliman, ose një musliman e ka sulmun dikën tjetër? Wallahi s'ka. A ka në musliman që ka djeg në liber ju fetare tjetër? Hajt, a ka? A ka në musliman që ka djeg në Bibel? S'ka vre. Pse vre në jo pa në djegin? Po le ti djegin, na për duhet me nejtort. Na për se pa në i monsin një pusat dhe mek, jo, na do të me ko sabeli. Na do të me ko të but me njerës. Të but. E sabeli e të dukun. Nuk më që më të sëbë shka bënë najtë tjetëri. Nuk më të shka bënë najtë tjetëri. Aj ka përgjësit, mullet në lera hatë. A vëda një le të lera hatë. Le tjesë po mos të mirët me tjetër. Pse pa mirët ata? Pse pa mirë aja dëqarit atje me neve? Pse pa mirët Allah? Pse më nas pa mirë me ta? O le të bëjnë çka dole, le ta ndrojnë fenë, në rregull gjithkush e ka për veti. Patjetër. Gjithkush e ka për veti, gjithkush e ka. Unë nuk e pengoj kurrë, unë nuk i them kur gjë, unë nuk e fëndoj. Pse po më fëndoj ti mua? Se fëndoj mëron ty s'të fëndoj kur një jetë hiç. Ti ke jetën tonë, unë e ke jetën. Ndash me të dukuar, me të folë ato çka ditë kallzoj. S'do është vazhdoj jetën tonë me motor jam. Pse ti po mirësh me mua? Kur unë s'mira me ty. S'mira me ty. S'ka vend dy njot, një shtet musliman që ka sulmuar një shtet jo musliman. Nuk ka dy njot, hiç. Se që shtu nga kam su për nga mërë e selam. Amo, këtu problemi o pëse the ti, se nas kem dëtorin islam. Na kem qef me boj islamin në bost, që të asës... Pik, se unë që të fjallë dhe më të përdojnë. Konvenat që shtu, ja që shtu më sëmi. Ja mërë, jo, ka që shtu, në kove që shtu. Në mune me Ramazanin bo kur du shti. Të e ka regla. Qëre, ka thonë për nga mërë e selam. Ka thonë, mos i mosh një keset me sene, e mi ju pot një. Edhe fëmija pasunin në kofta ka me lakë. Shtenin ke pek. Shtenin bren ke pek, bre. Mos e reklam më, bre. Për që ata është ma zërë, është me mojtë, që ato shkatalan është se me adon. Ma zërë është me mojtë, një vepër të mirë, se me së bojë, se me mojtë të zërë. Se mas 20 vjetë e ki bo mje diku, ja për men. I thu, a, që mas para 20 vjetë e këtë ka një muty. E hupe. E hupe shpërblimin. Po e të mirën edhe gjuhen detja. Ska tjetë, ha? Gjuhen deti, se aja ka mu të gjenë dikun. Po qëre, për që tha, na nuk e din atë mija të zote, se ju ka një që sajtë, bo aki, qëre 2 sane e ndrojnë kaderën e Zotit, së fanë Allah e lavin. 2 sane, bre, që sot bëhu, 2 sane. Kaderën e Zotit në rojnë. Ka thonë, sadakoja.
edhe doja. Vaki dikush ka vë dova për juve, edhe ju ka rru dikon. Ajo se dini se vaki, ku me di keni pas më rëdullu dikon shamë, po doja sinqert që ka vë dikush për juve, ose se takoja që këmi dhon ju dikun e se ti kërkosh 50 cent për shembull, çaja ju pështan që na nuk e dina, që na pështan për ditë. Nuk dina valla. Shumë e vërtetë. Ne valla të sana për ata, pastaj na jem një popull që nuk lexojnë shumë, edhe nuk kemi ju arishëm. Edhe nuk e praktikojna, edhe s'dojnë na mësu. Edhe s'dojnë praktikuar çato çka ta dina. Shkurt. Shkurt. Faktikisht domethënë po shpresoj prap që ndoshta kemi më ndryshuar, po faktikisht to që ai falem janë vërteta. Çdo sen, vishë edhe një, çdo sen që është mënyrë pozitive për me bo mirë është pa pare. Çdo sen për me bo kesh mënyrë negative është në pare. Për shembull, a u qove, a thjeke, a u love, qysh ka love. Aja? Qysh je, kujdesu për vete. Me shku me pi bira atë, për shembull, pijesh. Edhe kur të pijesh ka bën, shon. Ofendon. Bën e sent kjeshe në gjest paljedhe, bën aksident, ta në zezë dhe bën. E vona i kënë, e vejtë. Lutë në Allah, lutë. E fështë ta senet e mija edhe kanë peshtë molle, edhe s'kanë kostot molle. Senet e mija s'kanë kostot molle, senet qia kanë kostot molle. Me shkun diskoteke ko kostot, se du të morejme t'i kënë, du të mësë Allah në arrujt e sene, i sa me ndaljat e sene. Silo mirë, bën mirë, s'ka tjetër. Silo mirë dhe bën mirë, dy sene jënë këtë. Sepse në fund ditës se cili i pagun vetë pasojat e veprimeve të veta, do me S'ka tjetër, edhe fakturën për thëmë kështë e veprimeve të veta. Kështë që pse mos me bë mirë, pse mos me andrejsh ditën dikujt? Pse mos me bë mirë qashtë? Shumë e vërtetë. Edhe këto si katona, si gëllaje, tash na sot dojna këto rrina, e kene se vesh, mos e ti kryna këto gjerimet, duhet me dalë pa kafe këtu, pa i disha zbanë. Se këtu janë, kjo rregulla jonë, ja. Kjo rregulla, vëndel. Ai që da jem rana me dalë pa këtë sene zbanë. E tash, sa dënje zgotëm nuk më problem. E unë e dishta intervisten me ty, unë mëj me thonë që është një prej intervistave më të mira që i kom realizu, për shkak se kemi dhonë mesazhe shumë të mira. Po dishta me edhe një mesazh të fundit prej ti, po besoj që kemi ndalte që ke pjesa që Kosova, shqiptarët, nuk do të me pas përqamje fetare. Edhe të njëjtën ku ti beso ku dush, po thjesht mos i bë keq kërkujt. Moje fejen për veti, edhe për të mirë në atë aspektin që nëse mënesh me ndryshu dikujt jetën për të mirë, pse ju. Po nëse s'mënesh me bë mirë, as keq mos bë. Shumë vërtet. Një mesazh ke të fundit prej te, Baca Zejnullah. Mesazhi jam është që ky popull me dash njëri tjetër. Me respektu njëri tjetrin pavarësisht çfarë feje ka. E vërtet. More hiç bëj pa fen kuft. Aja ka për veti. Në lyft edukatë dhe këshill do të mjë dhonë. Mjë dhonë atë këshillën shpirtërore që lind, që boran nga shpijet edhe nga thonjet fetare. Mjë dhonë. Mu bashku njoni me tjetër, mes me urrejt njoni me tjetër, me ngrit ato që din, mes me ngrit ato që s'din. Se qëtu është problemi, e mesazhi jam është me ngrit ato që din, e mes me urrejt. Mes me urrejt që din. Sa i ka mësu për me, ka edukat për me, ka bashkim për me, dënë me bashku këtë popull për me, këtë rini për me. Unë e lësë rinien që letë kopën për feje aty ku t'i pëlqen. Aty ku t'i pëlqen atina, vesh mos me bon dasi. Mos me bon dasi, nuk bën. Nuk bën. Qërën klin, kena na shumë ko katalike, po e qëna mija, e respektojmë një tjetën. Që nda bërdal këtë, kena da bërdoli që ku këtë, kena kisha nda bërdal, edhe kem katalik, po e qojna mirë, ku është problem me ta s'kena pas, shkojna të pone, vinë pone, qojna mirë, që kjo është? Dashnia në me veti, pa më varësisht ka është taj. Dën i jep këshill, s'dën për veti ka. Që kjo është? Me pas edukat, vallaj, kur gjës dhujt dhidja pa edukat. E lës këtë rinje, këtë popull edukat, me fitu edukat, me leftu për edukat shumë. Shumë edukatën atë vinë. Si ta kemi edukatën? Mos të do për kërgja? O, Allah, ta në sanë atë vinë rana, njona pas tjetës. Se edukata nuk të në do gabim. Kërejt të gabime që pibojnë e na është për shkak pasojt do të gatës, që s'kemi edukatë. Qëto është problemi? Unë e mendoj qështë. E vërtet edhe ndërru mund të falendrej edhe njërë shumë, faleminderit shumë për gjitha këto që a i falem do me thonë. Na miqtë mi dashur i përshëndesëm bashkë me Bacën Zejnullah prej Glarevës të bukur edhe shihemi prapë në fshatrat tjera. Shihemi. Allah e shpërblet, juve.